Sot do flasim për protestën e studentëve e cila do të zhvillohet pas ditën e sotme në Shkup. Kjo është protesta e dytë që zhvillojnë studentët duke kërkuar të drejtën e tyre për të zhvilluar provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, ashtu sikur kanë kryer edhe studimet. Çfarë ka ndryshe kjo protestë e dytë? Së pari dhe në gjykimin tuaj së dyti distanca mes njërës e tjetrës protestë e fiku flakën apo do të arindez akoma më shumë? Duhet të jemi një gjë parasysh që kur hyri Vleni në qeveri për 2 vite, janë zhbërë të gjithë mekanizmet e zbatimit gjuhës shqipe. Janë zhbërë gjithë mekanizmet që të mbrojnë të drejtën e jetës, të drejtën e fjalës. Pra këtu kemi të bëjmë tani tashmë me racizëm etnik, shteti vet. Po ti shikoni dhe tabelat rrugore që ishë në gjuhën shqipe, maqedone dhe angleze, tashmë janë hequr në gjuhën shqipe në rrugët ndërkombëtare, janë bërë vetëm maqedonisht edhe anglisht. Pra nuk ekziston më gjuha shqipe edhe në rrugën ndërkombëtare në Maqedoni, ka rreth 2-3 javë, dhe deputetët shqiptar, ministrët shqiptar që drejtojnë janë pjesë qeverisë heshtin. Pra kjo është shkaku që e protestës që kemi të parën dhe u la një kohë e caktuar që të reagonte shteti, po të reagonin dhe shqiptarët që janë qeveri, ministrat dhe deputet. Dhe askush nga këta nuk ka reaguar thjesht me një propagandë, do arrihet ajo, rini rehapi, do arrihet ajo, rini rehapi. Edhe këto, duke parë që studentët që asnjë gjë nuk e bëjnë, kanë bërë thirrje për protestë. Protesta e dytë, po ta shikoni, është më e fuqishme dhe më e madhe sepse ka filluar ndërgjegjësimi dhe i politikanëve shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri, që të cilët duhet ta mbrojnë të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për arsye se jemi një racë, një komb, kemi një gjuhë dhe do jetë më e fuqishme se herën e parë. Unë uroj që Maqedonia, kryeministri, presidenti, kuvendi, gjykata kushtetuese t'i lënë ato lojrat Macja me Miu, Tomi dhe Xherri, jo i çojmë Venecë, jo i bëjmë këtu një ligj që është votuar në parlament, një ligj që ka kaluar me kohë, nuk mund të ç'bëhet më. Po këto i ç'bëjnë gjitha, këto ngritën pretendime dhe të ç'bërjes së marrëveshjes ore dhe të ç'bërjes së marrëveshjes Prespës që Maqedonia u antarësua në NATO. Dhe këta përfitojnë si Maqedonia një vend që është strategjik i NATO-s dhe bëjnë këto numra, se këto për 2 orë Maqedonia nuk ekziston shqistet. Pa marrë parasysh borxhet e mëdha që ka, pa marrë parasysh që ka probleme të thella etnike, se duke vetëm e shqiptarët. Po mos harroni këtu kanë probleme etnike se shqiptarët bën etnik pakicat e tjera kombëtare, siç janë romët, siç janë vllehët, siç janë serbët, siç janë turqit, siç janë bosnjakët. Pra, shqiptarët janë mbrojtëse e pakicave të tjera. Pra, të gjithë pakicat e tjera këtu përfitojnë nga mbrojtja dhe zëri i fuqishëm që kërkojnë shqiptarët për drejtat e njerëzit. Unë mendoj që është mirë që të protestohet, është mirë që të përkrahet kjo protestë, pa marrë parasysh në gjyra politike, po përkrah edhe nga forcat BDI-a kanë fjalën aty. Por këtë protestë nuk e përkrah vetëm BDI-a, përkrahen edhe partitë e tjera, siç është partia ASH-e zotit Taravari dhe partitë tjera. E përkrajnë dhe partitë shqiptare në Kosovë dhe partitë shqiptare në Shqipëri. Kanë fjalën aty sepse do jetë një motiv më shumë Mickosi që thotë që shiko, kjo është politike. Ai e bëri një tërheqje në fakt, nuk e di, ju e interpretoni më mirë sepse fillimisht tha që ligji do të çon Venecia, pastaj tha shiko, ne do bëjmë një ligj që ai do jetë në përputhje me Venecian, po ju bëni durim. Pa, ne kam bërë atë Venecia si krye gjyqtar apo krye xhandar. Venecia ka 1 vit që ka sjell, 2 vite që ka sjell mendim, se Venecia sjell vetëm mendim, nuk sjell detyrim. Ka sjell që gjuha shqipe është në rregull, duhet të forcohet, por duke shikuar që Maqedonia është një shtet i varfër, nuk ka fonde për të zbatuar 100% ligjin. Ky është mendimi i Venecës. Dhe asnjë parti politike shqiptare nuk elaboron këtë gjë. Pse e majnë sekret? Pra këtu del një pikë pyetje që partitë shqiptare i kontrollon shteti Maqedona, sepse ka ardhur mendimi i Venecës që gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Gjuha shqipe, ligji është në rregull, por thotë Maqedonia duke qenë e dobët dhe e krypur borxhe, nuk ka fonde për ta zbatuar zbatimin e gjuhës shqipe. Pra, çdo gjë është okay, po s'kemi fonde. Ky është mendimi i Venecës. Këto tani janë mbajtur sekret, ka 1 vit e gjysmë që ka ardhur ky mendim nga Komisioni i Venecës. Po Komisioni i Venecës edhe një herë jep mendim, nuk jep kushtëzim. Pra dhe këto tallen, po janë dhe partitë shqiptare bashkë fajtor dhe bashkë përkrahas i këtyre vendimeve që e sjell qeveria dhe kuvendi. Shqiptarët e Maqedonisë, mos e harroni, janë jetim këtu nga politikanët e tyre. 99% e politikanëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut i kërkon shteti, i kontrollon shteti i Maqedonës. Harrojeni atë se këta janë ata.
studentët kanë mbetur vetëm dhe ju uroj shumë mirë që protestojnë për guximin dhe janë studentë heronj se kanë detyruar Shqipërinë dhe Kosovën t'i përkrajnë. Pse i ka detyruar? Sepse nuk i përkrajnë partitë shqiptare, qoftë dhe BDI-a fuqishëm, i përkrajnë teatr. Sepse këtë gjë po t'ishin ka këto deputetët shqiptarë, qoftë BDI-sa, qoftë diun frontit tablenit, këta bojkotonin parlamentin, kalonin në grevurie dhe u kry puna. Ka shumë mekanizma e çonin këtë në kushtetues si racizëm, për të drejtat e njeriut, e çonin prokurin në gjyqe këta ministrat apo këta që nuk e zbatojnë ligjin, asnjë gjë këtu zyrtarisht po ju them këtë gjë. Mund të jemi vetëm njeri në Maqedoninë e Veriut që kam çuar zyrtar në përgjykata të korrupsionit. Zyrtarisht kam çuar, i vetmi jam. I vetmi jam që para 15 vite kam kërkuar zbatimin e gjuhës shqipe në që vinë ke gjobat dhe që vinë faturat e ujit edhe të rrymës, dhe këtë ne kam paguar shtrenjtë. Nuk ka, harroni, as i politikanë shqiptar nuk i bën zyrtarisht. Janë deklaratat. Deklaratat mbeten loj mediatike, loj portalesh, loj Facebooku. Ky është mendimi im si analist që njoh mirë gjërat, si gazetar që jam marrë prej 30 vitesh, si profesor i historisë. Edhe diçka të fundit kam, zoti Dhalla, i trembeni në një skenarit mundshëm të protestës së sotme, por edhe në vazhdim për përçarjen e studentëve? Jo, nuk besoj që do ketë eskalim, nuk besoj se do ketë, provokimi do ketë ndoshta nga element shtetëror, por këta janë studentë të pjekur, se janë drejtuesit të vitit 4, që janë rreth 23 vjeç, 22 vjeç. Për të jurisprudencës? Dhe e njohin mirë ligjin, janë shumë të kujdesshëm, përderisa pati sukses protesta parë, pse jo protesta e dytë e sotshmja, por shteti gjithmonë ka mekanizma, ka element destruktiv që i fut në mes të studentëve. Uroj që mos e bëjnë këtë gjë shteti, se nuk kanë ça përfitojnë qeveria, përkundër Micković si kryeminist i Maqedonisë ka shumë halle të thella brenda partisë së tij, mund të ketë dhe shpërbërje të vëmëros DPMN-s, ka halle të mëdha që mund të ketë zgjedhjet parakohshme shtator, tetor, ka halle të mëdha që mund të shpallen zgjedhjet tani në qershor dhe do një shkaq që dalin nga kjo për arsye sepse Hungaria po i riadveson të gjithë keqbërësit ministra që kishin apo biznesmen të arratisur nga disa vende si Polonia apo vende tjera, kështu që radha i vjen kryeministrit Gruevski, i cili është dënuar 2-3 herë këtu dhe duhet bëj burg ish kryeministri i këtij vendi, dhe partia e tij është në pushtet, ai kërkon llogari sepse duhet vinë me pranga nga Hungaria në shkup që të bëj gjyqin. Edhe këto janë hallet e mëdha që i ka vetë vëmore dhe do një shkak. Kush është shkaku? Do kurban. Kush janë kurbanët? Shqiptarët. Sa herë Maqedonia që ka probleme, krijon incidente kurbani, siç ka krijuar me Kumanovën, siç ka krijuar me Mostrën, siç ka krijuar edhe shumë të tjerë. Ne që jemi këtu i dim. Por ka munguar gjithmonë përkrahja e Shqipërisë zyrtare dhe e Kosovës. Për herë të parë, Shqipëria, partitë në Shqipëri, siç është Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që e përkrah fuqishëm këtë me telegrame, me deklarata, ashtu siç është Haradinaj në Kosovë që e kanë përkrahur, pra është era parë. E pam që ishte ulur aty, buzëqeshur me Mickovicin. Po duhet ta pyesni Albin Kurtin se çfarë ndodh në Kosovë, se është për të ardhur keq që Kosova ka bërë gjithmonë zgjedhje të rregullta dhe zgjedhje edukative, sa bota ngelje magnitur mas vitit 2000 që bëheshin gjithmonë zgjedhje të qeta atje, që kur zoti Albin Kurti erdhi kryeminist, nuk ka zgjedhje të qeta në Kosovë, siç e vini re. Por kjo është një temë tjetër që nuk kam dëshirë të hyj në politikën e brendshme të Kosovës. Është një shtet që t'i lejmë shqiptarët në Kosovë vetë, bën gabim dhe zoti Rama nëse fut hundët atje si politikan, po dhe politikanët të tjerë në Kosovë. Shqiptarët e Kosovës janë në atë nivel të lartë që mund t'i japin leksione Shqipërisë, Maqedonisë po, por siç e tha dhe ju, që Albin Kurti u patje dhe ka bërë shumë gabime Albin Kurti në futje të hundët në Maqedoni tek Partia Shqiptare, është i vetmi politikan shqiptar që ka futur hundët, sepse e ka pas mundësinë ndër vite, qoftë zoti Fatos Nano, qoftë zoti Sali Berisha, qoftë dhe Edi Rama, të fusin hundët për keq përdorim të shqiptarëve të Maqedonisë, por asnjëherë nuk kanë treguar, nuk kanë bërë veprime të tilla. Përtej asaj që kanë gabime plot, tek shqiptarët e Maqedonisë, asnjë politikan i Shqipërisë nuk ka bërë keq përdorime. Duke uruar që protesta e sotme të jetë pa incidente edhe e fuqishme, duke çuar mesazhin e fortë dhe të qartë aty ku duhet. Zoti Dhalla, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha çështjet që trajtuam.
edhe në emër të publikut ton të jam mirënjohës. Faleminderit dhe juve.